Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama mbledh sërish të aleatët në një takim informal, kryefjala e të cilit ka qenë reforma zgjedhore. Rreth orës 14:00 të së martës, kreu i Partisë Social-Demokrate, Skënder Gjinushi, ai i Partisë Ligj dhe Drejtësisë Spartak Ngjela, Demokristiani Nard Ndoka dhe Preç Zogaj kanë trekuar në një lokal pranë selisë Roz me kryesocialistin Rama, ndërsa kanë shkëmbyer pikpamjet në lidhje me ndryshimet e mundshme të kodit elektoral. Gjitha kanë propozime konkrete për reformën zgjedhore. Natyrisht që grupi i punës i opozitës është në kontakt vazhdueshëm me 2 deputetë e Partisë Socialiste që janë ngarkuar për të ndërtuar një negociat me mazhorancën. I pyetur sërish për mungesën e kreut të PPD-njës, Vangel Dules, Zogaj dha të njëjtë përgjigje se mungesa nuk ka arsye politike. Kjo është hera e 4 që në mënyrë informale apo zyrtare Rama takon aleatët. Grupi parlamentar i Partisë Socialiste ka zyrtarizuar nismën për një aplikim të diferencuar të tatimit mbi vlerën e shtuar mbi disa produkte bazë të ushqimit. Të martën është depozituar në kuvend drafti i PS-s, i cili ka një kosto financiare prej 3.7 miliard lekësh. Konkretisht, Partia Socialiste kërkon që tatimi mbi vlerën e shtuar për produktet si vaj, sheqer dhe oriz, nga 20 që është aktualisht të bëhet 10%, ndërsa për ushqimet e tjera si grur, miell, buk, qumësh, vezë dhe ilaçe, tatimi të jetë 0. Selia Roz argumenton se propozimi i saj vjen në një moment kur familjet shqiptare prej disa vitesh po përballen me një jetesë të shtrenjtë dhe kjo nismë pritet i vi shqiptarëve në ndihmë nëpërmjet çmimeve më të ulta. Në draftin e paraqitur, PS argumenton se kostoja e kësaj nisme do të përballohet nga të ardhurat e licencës së dytë 3G, por edhe nga mirë administrimi fiskal